Partia Demokratike këtë herë qëndron politik me një qëllim të vetëm rikthim në vostëlirë shqiptarëve. Rikthimi i vostëlirë shqiptarëve realizohet vetëm me largimin e Edi Ramës. Këtë e keni thënë 2023 nuk e larguat, kërkuat qeveri teknike. Po, kjo nuk do thotë që nuk do realizohet. Se nuk është realizuar, nuk do thotë që nuk do realizohet. Edi Rama bën 16 vite në pushtet. Nuk do thotë që nuk do realizohet dhe një gjë. Ju e shifni tani që ka një reagim ndërkombëtar, zgjedhjet tash Osman. Se unë e shoh që atë vështirësinë. Po kur 3-4 rezoluta ndërkombëtare i kanë shpallur fars pa u zhvilluar, fars to. Fars. Për çfarë shërben kur Edi Rama qeveris 16 vite? Jam plotësisht dakord. Shërben për të larguar Edi Ramën. Kjo shërben për të larguar Edi Ramën, për të përgjegjësuar çdo shqiptar se me Edi Ramën nuk ka vot të lirë. Prandaj, në qoftë se Edi Rama bën çdo gjë për të marrë pushtetin, ne duhet bëjmë çdo gjë për largimin e tij. Kjo. Tani, unë kur them çdo gjë, po them atë që do bëjmë. Natyrisht, rruga e dhunës përjashtohet. Të gjitha rrugët e tjera, por e tani, para jush dhe që po bëjmë para Komitetit Ndërkombëtar, pjesë e kësaj përpjekje janë